prej nga edhe herën e kaluar që ishim për shkak të iniciativës që e dha Rinia e PS për pajtimin e gjaqeve, kësaj radhe ju qasën çështës tjetër kthimit të shqiptarëve të shpërngulur, një shoqate që u thënë Luan Pej. Gjendemi këtu në lagje Rami Sadiku, në lokalet e kësaj shoqate, ndan qashiz gat PS e lomës dritit së famshme, po ashtu të PS. Është një ambient me plot metafora, do të thosha, jemi të rrethuar me canga gjurmë të atyre të themi që shkuan. Do të zhvillojmë bisedën me kryetarin e kësaj shoqate, një djalë të ri, Reshat Nurboja. Reshat, them drejtën e me kam pritur që kryetarët si shoqatës ta njoh një njeri pak më në mosh. Më gëzon fakti që e ka që i ri. Më thuaj, kur është themeluar shoqata? Duke u nisur nga faktet se një numër shumë i madh shqiptarë nga Kosova është shpërngulur, u parashton nevoja që të formohet një shoqata politike për kthimin e tyre. Kështu që me iniciativën e qytetarëve kësaj bashkimi lokale Rami Sadiku, është formuar shoqata në vërtet këshilli iniciativë për formimin e shoqatës për kthimin e shqiptarëve shpërngulur nga Kosova, e cili ka emërtimin mirë, por do të angazhohet edhe për kthimin e gjithë shqiptarëve që jetojnë edhe në vizë të tjera të Jugosllavisë. Po. Keni programin e juaj, statutin e juaj apo jo? Ne kena edhe përfiluar programin, edhe statutin. Ky është projekt statut, i cili do të aprovohet në kuvernin themelues, i cili ne parashojmë që në një periudhë sa më të shkurtër ta formojmë, se vetëm ja kena nisë të formojmë ndek në qendra të tjera të Kosovës dhe jashtë Kosovës, gjithashtu edhe në shtetet e huaja ku ka një numër shumë më i madh shqiptarëve. Kështu konkretisht njoftoj që vetëm në Kosovë janë formuar mbi 10 komuna ndek të kësaj shoqate, ndërsa në disa qendra të mëdha si në New York, në Norvegji, Suedi, Istanbul, me vetë iniciativë kanë formuar shumë ndek shoqatës, gjithashtu edhe në disa vizë të tjera, vende tjera të shtetit të huaja. Po, kërkesën për regjistrim e keni bërë? Kërkesën për regjistrim e kena bërë para një 10 dite. Mendoj që do të asim mirë kuptim të organet kompetente dhe do të na regjistrojnë dhe shpresoj që do të jenë shoqata e parë në Kosovë, do shtatën se vizë. Kjo është shoqata e parë në Kosovë që është themeluar apo jo, ta them që nga çlirimi i këndej për kthimin e shqiptarëve atë. Po, kjo shqiptarët dhe si tingëllon? Plotësisht keni të drejtë, kjo vetëm emërtimi e fakta tillë, që është shoqatë për kthimin e shqiptarëve, ne por ne si shoqatë do të angazhohemi për kthimin e gjithëve. Përveç sërve marrëzeze, që është si një problem kyç në Kosovë, por do të angazhohemi edhe për kthimin e gjithë slovënëve, kroatë, romë apo gjithë atyre të interesuar që janë të interesuar për vi të jetojnë në Kosovë, për gjithë atyre që mendojnë që Kosova mund t'i ofrojë më shumë se sa që i ofrojnë ato mendisi kur tani jetojnë. Ashtu. Është me interes edhe për shikuesit me siguri çështja se çfarë ju dhe sa janë të interesuar në radhë të parë shqiptarë që të kthehen. Si gjithmonë edhe tani qytetarët, sidomos shqiptarët, kanë afruar dhe kanë treguar zemërgjërsinë e tyre dhe humanitetin e tyre, kështu që për interes për kthimin e atyre bashkëqytetarëve, bashkëvendës të tyre që janë shpërngulur në rrethana tani që nuk janë kontestuese, i ofrojnë troje, gjelme tani këtë shoqatës tonë, ju kanë ofruar 378 troje. Vërtet ne për shkak pasivitetit, për shkak të ngjarjeve ditëve të fundit Kosovë pak ka stagnuar aktiviteti i kësaj shoqate dhe nuk kena mund t'i grumbullojmë gjitha shënimet në përdek tona që i vizitojnë në për vende tjera, në për qendra tjera të Kosovës. Mirë po mendoj që ky numër sigurisht do të jetë shumë më i madh se sa që është momentalisht. Mirë po sa i përket telespektatorëve të Prishtinës, më me cek që sa i përket ato shënimeve zyrtare, ne kemi 378 troje të ofruar nga qytetarët tonë. Çfarë interesimi është për kthim? Për kthim gjithashtu më të cekë që vetëm janë disa shënime, sigurisht ky numër do të jetë edhe më i madh kur t'i grumbullojmë gjitha shënimet nga qendra tjera që ekzistojnë, si e ceka që edhe në vende tjera shtetet perëndimore ekziston degje të kësaj shoqate, i cili miren me grumbullimin e gjithë atyre të interesuar që janë për kthim në Kosovë. Gjithë tani shoqatet që kanë paraqitur 36336 të interesuar për kthim në Kosovë. Për këtyre 6336 të interesuar. Ju keni planat sakta për këtë numër? Këto janë planat sakta që të kemi marrë nga degjet tona, që janë verifikuar. Për cilat vende këtu ka interesim të madh për të kthyer? Nuk ka nevojë të ndoket të ceki me qytete, mirë po vetëm do të ceki shtetet, nga Norvegjia, Suedia, Austria, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia, një numër shumë i madh është nga Turqia,
si dhe nga vendet tona, nga qytetet tona më të mëdha në Jugosllavi, si nga Beogradi, Kragujevci, Maribori, Kotori dhe qendra tjera. Po kështu si përfundimi i kësaj bisede, do të thosha edhe do ta ceksha çështjen e densisë së banurimit në Kosovë. Si e shihni tash veprimtarinë e kësaj shoqate në raport me këtë densi të Kosovës? Është edhe sigur që Kosova është një ndër vendet më të denduna në Evropë, mos është ndoshta edhe më e denduna në Evropë, po për shkak me anë të zhvillimit të Kosovës, ekonomik mendoj, dhe me anë të zhvillimit të rrjedhave politike, se ekzistojnë praktikë edhe vende shumë më vogla me territor me një numër shumë më të dendur popullsisë, mirë po kanë zhvillimin ekonomik shumë më të madh dhe mendoj që në anë të zhvillimit ekonomik të Kosovës do të mësojmë edhe ta shndrojmë kvalitet për densi. Kvantitetin ta shndrojmë kvalitet, mendoj që densinë ta shndrojmë kvalitet, se ekzistojnë ende në Kosovë vende ku ekziston mundësia ndërmuar gjithashtu dhe bloqe banimeve gjithashtu. Ju dëshirojmë punë të mbarë. Faleminderit.